Përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund luftës mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kanë vijuar në një raund të ri bisedimesh në Teheran, ndërsa tensionet mbi programin bërthamor iranian në kontrollin e ngushticës së Hormuzit mbetet ende të pasgjidhura. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghachi u takua këtë të premte me ministrin e brendshëm të Pakistanit, i cili po luan një rol ndërmjetësues në komunikimin mes Teheranit dhe Washingtonit. Sipas mediave iraniane, Tasnim dhe Isna, në aq zhvilloi bisedime të reja me zyrtarët iranian vetëm 2 ditë pasi kishte dorëzuar në Teheran propozimet më të fundit amerikane për arritjen e një marrëveshjeje. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se ndërmjetësimi pakistanez synon krijimin e një kornize politike për të dhënë fund konfliktit dhe për të zgjedhur mosmarrëveshjet kryesore mes palëve. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se në negociatat ka pasur shenja pozitive, por paralajmëroi se nuk mund të ketë zgjedhje nëse Irani vazhdon me planet për vendosjen e tarifave mbi anijet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit. Sipas një burimi të lartë iranian, palët kanë arritur të ngushtojnë diferencat në disa çështje. Megjithatë, 2 temat kryesore që vijojnë të mbeten në ngërç janë pasurimi i uraniumit dhe kontrollit mbi ngushticën e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump e ashpërsoi më tej retorikën ndaj Teheranit duke deklaruar se SBA-ja synon të marrë rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit. Por sipas dy burimeve të larta iraniane të cituara nga Reuters, udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Khamenei ka dhënë urdhër që uraniumi iranian të mos nxirret jashtë territorit të vendit në asnjë rrethan. Një tjetër pikë përplasje mbetet edhe ngushtica e Hormuzit, rruga strategjike detare për transportin global të naftës, ku Irani ka paralajmëruar vendosjen e tarifave për kalimin e anijeve. Presidenti Trump e kundërshtoi ashpër këtë mundësi, duke theksuar se Washingtoni kërkon që kalimi në këtë korridor detar të mbetet i lirë dhe pa tarifa.